A është shqipja shumë e thjeshtë për politikanë tonë? Unë jam Anduena, edhe sot po flasim për ato fjalë që shqiptarizohen nga politikanë tonë, veç me u dok pak ma international. Your curriculum is very respectful. Nuk e maj në men kur e kom nina i politikanë që del me fol për diçka edhe thot ngjarje e jo event, thot mbledhje e jo meeting. Diqysh pse bre? Unë e kuptoj që na si popull e dojmë shumë Amerikën, edhe përveç asaj, rrjetet sociale për një men ndikojnë shumë që na me i marrë shumë fjalë, sidomos nga anglishtja, edhe me i përdor ato për ditëshmëri. Ama një politikan që përfatson një shtet shqiptar, ma e pakta që mundot me bo, është me fol shqip. Shqipja jon është një prej gjuhëve me fjaloren më të pasur. Njëherë kishte shkuar të ja marrë macës, të mlin, qumshtin. Amo jo, do të më u dok pak ma ndërkombëtar, ju do të me bo pak impact. Amo s'po kuptoj për çka me bo impact, kur halas po e dim punën bazë, gjuha nuk është aksesor. Se nëse ti si politikan nuk din me thonë qartë qa po dojnë, me shumë gjas si e tu bo kur gja. We fight for our independence. Edhe kur një politikan e ndron fjallën, shpesh është të ndru edhe qëllimin. E kur ja nis me tinglu shumë bukur, zakonisht ka diçka qatë. Edhe për me kuptu tamam, problemi s'është e gjutë e huja, se ato janë pasuri. Po problemi është që po përdoren si mas, se për me kon lider, nuk ka nevoj me fol international, veç ka nevoj me fol qartë. I didn't pay the tatim. Shihemi herën tjetër.